Flasim pak për bastet, me qenë se e ceke pak, tabelat me logo ishe gjithandej. Është një veprimtari e paligjshme deri më tani. Ndërkohë ka pasur goditjet, po themi, kanë qenë në një nivel shumë të ulta. Çështja, dy probleme kanë ngelur në Shqipëri, çështja e luftës kundër kultivimit të bimëve narkotike, për cilat u miratuar ligji, u legalizuar ligji, por nuk ka avancuar me aktet normative, sepse një ligj po nuk u prodhua në aktet normative dhe po nuk u implementua nëpërmjet akteve normative, akteve nënligjore, urdhrave, udhëzimeve se si do të bëhet, është e pamundur të implementohet në terren. E njëjta gjë ka ndodhur me lojrat e fatit. Ndërkohë që aktivitetin e lojrave të fatit e dirigjojnë jo biznesmen, kryesisht njerëz të politikës që kanë marrë okejin edhe ju kanë dhënë usera aty që duan ta furnizojnë. Pra funksionon online. Nuk funksionon mekanikisht si dikur më parë. Ne nuk kemi një të dhënë sot nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve ose drejtoria e lojrave të fatit më mirë, por faktikisht do të ketë dhëna nga të dyja. Njëra kontrollon ligjshmërinë e funksionimit, tjetra deri në tatimeve. Para se t'ju zhvillohej lufta e atij operacionit famshëm fundi i marrëzisë, nëse ju kujtohet. Po, patjetër. Në Shqipëri ka patur nga të dhënat zyrtare mbi 50.000 punonjës të siguruar në aktivitetin e basteve sportive dhe lojrave të fatit. Se secili kishte një kiosk, po aty jepte kafe, po atje pritet dhe bileta. Dhe në këtë kontekst, çdo punonjës tatimesh dhe punonjësit e institucioneve tjera shkoshin për kontrolle dhe ishin të detyruar të paktën minimalisht 2 punonjës të kishin të siguruar dhe të deklaruar. Në të njëjtën variant vazhdoi me aparatet e lojrave të fatit. Pra se kishte edhe aparatet e lojrave të fatit, kishte edhe kompjuterat ku vendoseshin bastat sportive. Ne si policie kemi pas kontrolluar këtë aktivitet. Po për efekt të shërbimeve thona, pjesën tjetër, dhe atje kishe 10 deri në 12 kompjutra të regjistruar për të cilat paguje tatim, edhe si aparat, po edhe si aktivitet mujor, fillimisht si aparat dhe pastaj si aktivitet mujor, dhe pastaj ndodhte që kishin edhe këtu mbrapa perdës edhe një 10 aparate tjera të pa regjistruara dhe nuk pagushin tatime. Kjo ishte paligjshmëria. Pra, midis gjithë këtij aktivitetit të ligjshëm, kishte një 50.000 punonjës të siguruar dhe mblidhte shteti shqiptar dikun, mos gabojmë, ke 150 milion euro në vit të ardhura nga tatimet, nga sigurimet, nga gjitha ato detyrimet, pa llogaritur pjesën e ngurtësuar që kishin kompanitë. Sot aktualisht kanë kaluar kaq kohë, muaj, vite, që është miratuar përsëri ligji, funksionon online, shteti shqiptar nuk merr asnjë lek të ardhura. Pa çfarë do të thotë që ligji nuk është në vendosur në eficiencë me aktet e tjera nënligjore, aktet normative, urdhrat dhe udhëzimet për ta normuar dhe për ta lejuar si do funksionojë. Dhe si do kontrollohet dhe kush autoritet do të ushtrojë kontrollin. Mbi çfarë, kush çfarë? Sepse atje atakohen dy. Sot aktualisht po të shkosh edhe të pyesësh një nga këto poseduesit e këtyre lokaleve që i kanë me ekrane, thotë me vin tatimet dhe më kërkojnë kafe. Me vjen drejtoria e lojrave të fatit dhe më kërkon kafe, më vjen dhe policia më kërkon kafe. Pra, dalin në pa tre autoritete shtetërore. Pra, nëse leadershipi i policisë do ta fillojë këtë luftën siç e filloi në Sarandë, me ndërtimet pa leje dhe me implikimin në ndërtimet pa leje në Bregdet të IKMT-s, IMT-s, Bashkisë Sarandë, Policisë Shtetit, pra 4 institucione të implikuar. Do ketë edhe të tjerë, po do t'i nxjerrë hetimi. Po deri tani, opinioni publik ka mësuar që 4 institucione, IMT, IKMT, Bashki dhe Polici, janë të implikuar në veprimtarinë e paligjshme, shpërdorim detyre, korrupsion e tjerë. E nëse do të hetohet një ngjarje e tillë, edhe këtu minimalisht do na dal ai fenomeni ku lideri i lojrave të fatit i kishte në listë gjithë drejtorët e policive që i pagunten muaj, apo drejtorët e tatime, apo drejtorët e lojrave të fatit, apo inspektorët e lojrave të fatit që i pagunten muaj.
atëherë aktiviteti zhvillohet, madje në për masa më të mëdha, shteti nuk përfiton asnjë qindark dhe nuk kemi formalizim të këtij aktiviteti biznesi. Çka do thotë është një kolaps total dhe shtetit parafërsisht sot, sepse Shqipëria nuk është ajo që ishte dje, është më e zhvilluar, është me ekonomi tjetër, mundët të ikin mbi 200 milion euro, 300 milion euro në pikpamje të detyrimeve tatimore dhe pastaj një 50 milion euro mund të ikin në pikpamje të detyrimeve të sigurimeve shëndetësore, shoqërore që paguhen çdo i punësuar në këto lloj aktivitete. Pra është i përjashtuar dhe vetë shteti duke va bërë shpërblim këtë lloj aktiviteti njerëzve të fortë të politikës dhe njerëzve të fortë të influencës që quhet bota e krimit, sepse ata i kanë këto lojra, fati nuk i kanë më ato njerëz që hapnin një kiosk dhe prandaj edhe i mbajnë të fshehura dhe i bëjnë në aktivitet të heshtur, të fshet, që e din vetëm policia, e din vetëm tatimet, por nuk e din opinioni publik, se ku zhvillohet, çfarë zhvillohet, çfarë tatohet, çfarë